Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Sibilat e Veriut. Sot ju përshëndesim me shumë respekt në emisionin Frymëzimi i jetënisë me artë dhe letërsi. Në veçantë një përshëndetje e ngrohtë shkon edhe për zonjën Prenda Sejdia, e cila sot përpara jush do të na sjell 4 revistat të cilat do synojmë t'i promovojmë brenda këtij emisioni. Ju ftojmë të qëndroni me ne në këtë udhëtim frymëzues përmes artit, kulturës, gjuhës shqipe dhe figurave tona kombëtare që sakrifikuan për identitetin tonë. Faleminderit që na dëgjoni dhe bashkoheni kësaj mbrëmje të veçantë kushtuar krijimtarisë dhe letërsisë shqiptare, ku për synim kemi pra promovimin e 4 revistave të zonjës Prenda Sejdia si editore e Penës së Artë. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emision. Fjala për ju. Mirëmbrëma zoti Gzim. Mirëmbrëma e përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e radios Sibilave të Veriut. Në këtë mbrëmje të veçantë, fjala kthehet në Krijimtaria Urë me Zemrash, ju urojmë mirëseardhjen në këtë aktivitet kulturor, mund ta quaj, që na bashkon të bashku të kohës dhe hapësirës. Sonte do flasim me mendimin e lirë dhe pasionin për letërsi. Çdo revistë që sonte prezantojmë është thirrje për reflektim, ftesë për ta parë botën me sy, më bukur, më thellë, më njerëzor. Faleminderit që jeni me ne, me vesh, zemër, kuriozitetin tuaj po ashtu. Jeni ju arsyeja pse fjala shkruar duhet të jetojë, por dhe të frymëzojë e ndikojë tek brezat e tërë. Uroj për ju mbrëmje të mbushur me frymëzim e bukurisë shpirtërore. Faleminderit zonja Prenda. Miq të nderuar, siç e dini, zonja Prenda Sejdia është editore e revistës Pena e Artë dhe tani më ajo ka shkuar në numrin e 15 të editimit të saj. Sigurisht se ju jeni të njoftuar dhe edhe për numrat e tjerë të kaluar të revistës, por sot kemi për synim të bëjmë promovimin e 4 revistave, pra nuk kemi mundur t'i ndajmë ato pasi që të gjitha kanë dalë bashkë nga shtypja dhe nga botimi, qysh në para 2-3 muajve, dhe tani më u ka ardhur koha që edhe ato t'i promovojmë. Pra jemi tek numri 11 i promovimit të revistës Pena e Artë të zonjës Prenda Sejdia, e cila është edhe editore, ndërsa në këshill sigurisht se ka dhe të tjerë bashkëpunëtorë, si jam unë, pra Zavendës kryeredaktor i revistës për diasporë Kosovë dhe më gjerë, zonja Marsida Sejdia Agolli nga Tirana, Andrieta Gjini, Almaida Myrtaj Sejdia, dhe adresa elektronike për revistën është prendasejdia@gmail.com, pra, ndërsa mund ta gjeni edhe në Facebook. Miq të nderuar, neve po fillojmë pra me prezantimin e numrit të 11 të revistës Pena e Artë, për cilën do të na flas vetë editorja e saj, zonja Prenda Sejdia. Faleminderit. Ne sot si fillim paraqesim 4 revistat si kopertina. Fillojmë me mallin e emisionit pajtimit mbarkombëtar Amreta. Faleminderit që prezantoni edhe kopertinat e revistës. Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore pse ne e kemi menduar ta sillim si kombëtare, pasi nga vetja e tij koncepta ka dhënë shumë pare në fillim të viteve 90, në shekullin e kaluar. Ose e 19-ta në sakt është një tjetër figurë kombëtare, ku për fjalën shqipe, për gjuhën edhe është pra Shqipen Gjobi, cili do të flasim edhe gjatë kësaj ore. Ai ka dhënë shumë nga vetja e për shqipe, hapjen e shkollave dhe premtaritë e tjera. Po ashtu kemi një akademi të mirë të Greqisë, Arvanitasi, për gjuhën shqipe, sepse ai kur në kreshti duke thënë gjuhë shqipe, gjuhë perëndive, dhe Aristil Kuja.
Besfumi një figurë shumë e dashur në vargu shqiptar, një njeri që ka vargëzuar me dekada, përmes fjalës filozofike, ka qarë hallet e shqiptarëve dhe është Dragolli. Janë këto 4 revista mbitat me se do flasim se ne kemi pjek fillim jo vetëm sonte në vëmendje, por të shkruajmë për ato në revista dhe le të jetën brezave të arshëm e arsyes për Përpara se të fillojmë zonja Prenda, do isha lutë që të bani një rezume të rrugës suaj me revistën, deri këtu ku jemi sot. Një rezume të shkurtër, ndoshta është mirë për publikun që ta dëgjojë. Faleminderit. Zoti Gzem, unë të falenderoj së pari e vazhdoj me falenderimin ndaj pasi jeni bashkëtar në këtë veprimtari që po e them. Pasi revistat ku pensionohen, dëshira ka qenë e imja për ta këtë revistë, por keni qenë një mbështetje e fuqishme në ndërtimin dhe udhëtimin e saj deri në ditën e sotme, pra është 4 dhe numri 15 i revistës. Ka qenë para 4 vitesh një dëshirë për të dalë në tregun shqiptar, po e them, jo në tregun, por duhet ta them në zhanret e letërsisë, për cilë diçka të re, nga unë këtë fjalë, se kjo nuk është e re në letërsi, por nga unë diçka të re, edhe si promovues të penave më të mira, jemi përpjek të promovojmë pena nga mbartroje shqiptare, por jo vetëm, pasi zotim është edhe se vend redaktor, por ka përfaqësuar denjësisht brenda kësaj reviste shumë nga penat më nga shqiptare që janë në diasporë dhe ne shpesh e kemi thënë edhe në mjediset ndryshme, është folë dhe në për panelet të ndryshme që mendja e kohës ka emigruar. Por fatmirësisht këto mendje asnjëherë që nuk janë dhënë vetëm kanë pas prioritet vetëm realizimin e projekteve të tyre jashtë dhe përshikuar vetëm vetën, por asnjëherë nuk e kanë lënë pas dore pjesën ndaj Shqipërisë dhe ndihmën ndaj saj. Dikush ka shkruar, dikush ka investuar, dikush ka bërë të dyja e kështu. Sigurisht se revista ka pasur një rrugtim, pra nga numri i parë deri te 11. Dua të rikujtoj pak të rrugtim. Faleminderit. Më bën të shkoj tek secila me radhë, në fakt përveç numrit të parë që unë kam një kushdo nga Gjeneta. Në kopertinën e revistës parë janë disa foto në një shkolle në një fshat të largët nga këtu, në thellë pushta, aty unë kam vënë fshati Bujan. Pastaj nga numri 2 vazhduar me Skënderbeun e deri tek 15-ta që është Drit Dragolli, janë figura kombëtare mbi cilat e kemi menduar dhe mirë menduar për ta sjellë në vëmendjen e lexuesit gjithë veprimtarinë e tyre, sepse i gjitha bëhet frymëzim për breza. Se duhet të shkruajnë për ta. Jo se do harrohet nëse nuk shkruhet në një revistë, do shkruajnë në një, por secili ka detyrë jap nga vetja vet aq sa mund. Dhe kjo është gjëja më e bukur brenda çdo reviste pothuajse, përveç materialit të cilët kemi sjell, figurën të cilën ne kemi marrë si bazë, qoftë Skënderbeu, Tereza, Demaçi, e shumë figura të tjera, sepse duhet në revistat flasim detajuar, por kanë qenë figura kombëtare të cilët kanë shumë nga vetja, kanë ndoshta në Tereza kanë ndikuar në çlirimin e Kosovës,
njihet botërisht, apo Adem Jashari me gjithë familjen e tij dhe kemi bërë javë më parë. Familjarisht e atë siç është Kosova e kështu me radhë. Besoj që për revistat e tjera ne kemi edhe emisione tjera që ne kemi filluar, revistat i shpërndarë në për shkolla, në aktivitete të ndryshme dhe unë jam shumë e lumtur që kjo revistë ka vazhduar udhëtimin e saj dhe besoj që s'do të ketë të dalur. Faleminderit zonja Brenda. Është koha që ndoshta tani më të fillojmë, pra nga numri 10 i revistës, Pena e Artë me imazhin që na dhat për Anton Qetën dhe me shkrimet që ekzistojnë brenda revistës për Anton Qetën, por edhe për krijues të tjerë, sepse forma që ju ndani mbi 30% të revistës ndahen për shembull për personalitetin që që përfaqëson revistën dhe të tjerat shkrime pastaj u ndahen miqve dhe shkrimet e miqve botohen aty, qoftë poezi, tregime apo ese ndryshme të tjera. Do ju lut që në fillim do të na prezantoni me editorialin e revistës, pra një shpalosje e lehtë që ndoshta do të na njoftonte me revistën brenda për brenda. Faleminderit. Editorial. Profesor Anton Qeta, gjallëri i madh, intelektual i njohur, mbledhës i shquar i dhe pajtues palodhur i gjaqeve, punoi shumë edhe në mbrojtjen e drejtave të njerëzit, pajtimin e gjaqeve në rrugës për liri e pavarësisë të Kosovës, pikërisht letërsia shqiptare, kushtoi përpjekjet më të mëdha të jetës, është detyrë dhe mjaft obligim për kritikët që këtë figurë kombëtare ta sjellim në herë pas here, pasi la gjuhë të pashlyeshme në art e letërsi e përkthime mbi të gjitha pajtimin e gjaqeve, virtyt që jam thjesht është devotshëm dhe artja me këtë numër dhe figurë është për nderin e tij dhe gjithçka që kërkon dhe meriton që emri i tij të përjetësohet në altaret e muzeut. Pjesëmarrja e këtyre autorëve vjen pasur letrare dhe pena që vjen të rreshtohen në lartësi të artat letrave shqipe si autor shumë dimensional, Ismail Vedetaj, Seriani Jahobrahaj, Pjetër Gjokmarku, Serembe, Ahmet Qeriqi, Artanika, Zekeria Idhi, akademik Arem Babazaj, Sësja Angela Kuta, Romeo Burakuti, apo Letro, Agron Shala, shkrimtar Balzan Zangu, që sillin vera letrare historike të Gjokmarku. Një nga Viktor Hugo, vajzë nga Riza Rahoja, Merhyta, nga Çoka i Strefa i Sovjetia, shkrimtarin Luka, si poezi Stav Krasniqi, studiosin e ditë Kristina Lula, profesore Shpresa Fuza, poete Rudina Papajani, Hoxha Gastra, Besarta Shkollta. Ja vlen të themi se sjellim herë pas here pena që jetojnë mes si fjala e vepra jeton. Ndaj bëhen për ne. Ja fjalës është letërsi. Pasi nën këtë çati ledh krijuesit me të pra, që pasqyrojnë dera e flasin fenomene të ndryshme, qofshin nga e kaluara apo aktuale, në që reviste ku flitet në poliglotin shqiptar e të papërsëritshëm Anton Qeta i japin përmbajtje shpirtit e kulturës artistike e letrar e ndërlidhur ngushtë me identitetin tonë. Prandaj kemi letërsi promovuese vlerash që në fund ta sjell të figurë të madhe si shëmbëllore pajtimi, si njeriu model i paqes së prosperitetit dhe pasi ka zhvillësisht e kreu atë detyrë predikuesi i faljes së jetës së dhurimit paqes shpirtërore njerëzore. Ndaj këta autor janë shembull i art në letërsi e paqim gjatë për vlerat që kemi. E di që nuk pasi janë pikërisht lexuesit e revista antologjike Pena Art, që presin shkrimet tuaja të hyrat pasura me xhevahiret e fjalës që pasqyroni në shpirtërore, por dhe kriteret që
Nerat I bëjmë me fanatik. Faleminderit zonja Prenda. Ndoshta është mirë që të fillojmë edhe shpalosjen e revistës nga pak brenda për brenda të përmbajtjes. Saj duke ecur në përfaqe që të mund të informojmë edhe opinionin e tjerë. Faleminderit shumë. Ju me që e keni revistën në dorë mund ta bëni atë. Faleminderit për te që bëni teknikën, keni një promovues I jashtëzakonshëm edhe në revistat tuaja, por që një rrëfyes I shkëlqyer me ndihmën tonë, pa ndihmën tënde kjo revistë do të ekzistonte. Faleminderit në vlerësi. Faleminderit ju. Anton Çeta, 1920-1995, model si folklorit, profesor universitar, veprimtar I dalluar I çështjes kombëtare. Ka qenë udhëheqës I departamentit folklorik në Institutin Albanar Filologjik të Prishtinës. Në 90 profesor Anton Çeta është zgjedhur kryetari I Këshillit Qendror të Lëvizjes Kombëtare për pajtimin e gjakeve dhe pikërisht që në kjo pika kryesore të cilën ne na ka detyruar të mëtojna për ta patur në këtë revistë, pasi është një shembull I pashoq që buri në lëvizje gjithë të rinj studentore, ngriti këto vatra të gjithë trojet etnik në Kosovë edhe në Kosovën, Malzi edhe Maqedoni. Pra ka qenë një përpjekje dhe një punë kolosale që të arritur ta bëj deri më që vër Anton Çeta. Prandaj është një fazë rëndësishme në këtë mision. Anton Çeta, intelektuali që shkronjeu gjakmarrjen, ishte shkrimtar, studios e profesor për historinë shqiptare, ai ka zënë një vend deri edhe në dhënë për pajtimin e gjakeve, pra. Shkojmë radhë me artikujt të poshtë. Për Kosovë e për Shqipëri, Anton Çeta profet dashur. Anton Çeta, po kujtojmë disa prej veprave të si shkrimtar fillimisht, këngëdasne, anekdota, vajtime gjem dhe legji, rapsodi, një poeme shqiptare të derat në prehen tes, tregime popullore të Drenicës, kërkime folklorike nga folklori në pareshtur emisionit participativ pajtimit mes njerëzve, sillen vëmendje jehone në veprës në shpin e huaj, në shtatë jetës, gazeta prestigioze New York Times kishte zënë vend shkrimit për palin e gjakeve dhe punën që po bënte Anton Çeta. Rasti më kulminant që mundet me u fol për veprën e çmuar të Anton Çetës. Jo të gjitha situatat kanë qenë të lehta, sepse e hasmërive, për shërimin e shoqërisë dhe shoqërisë shqiptare, pajtimit e njerëzve u zgjat ndërgjegjësi për derën e paqësshme që është jeta. Si dhuratë e Zotit. Pra Anton Çeta u bë për së gjalli e janë popullit shqiptar, zbuluesi thesarit dhe Anton Çeta si njosje thellë e shpirtit thesarëve të populltarë, studioze hulumës me horizont të gjerë, së përqerisht të letërsisë shqiptare në mënyrë të veçantë u kushtua zgjedhjes së studimit
ecim me artikujt të poshtë, zonja Brenda. Të vazhdojmë me prezantimin e tjerë krijuesve të tjerë. Me gjera romani për një romani kriminal zhanër zgjedhja e juaj, ngjarja si të kupa saj për klasjen, figura personazheve në roman, shëmtimi i njohur paraprake rreth ngjarjes për një roman sa më emocionues. Ai është deri vjen me një material Anton Qetën, një vrasje thot në mes Tiranës për gjakmarrje, për më tepër e një oficeri policie, njeriu të rendit dhe ligjit, teksa gjykata kishte dhënë vendim me për vrasjen për të cilën do shitej si shpagim mbi njeriu në uniform, rasti i gjashtë me atë të pastit në 2 vjet më parë, të ishte Anton Qeta, mbase nuk do të kishte ndodhur kjo e ajo dëm. Habitesh se si në rrethana të caktuara historike mbidhet aq shumë tek njeriu vetëm. Vëdeta i ka ardhur me një material sjell shumë shembuj të vrasjeve në Shqipëri, por e ka krahasuar me tonin e Arion shuar disa femra heroina në mesin e tyre, sidomos Maria Shllak. Artan Nati, çdo hero kombëtar është një lloj nga atmosfera e kohës së tij. Kristina Lula, Ferma e Pipit, Zekaria Idrisi, krijuesit Parfanjat për me shpirt të pasur, tërhyr thënie nga autori, Sofëlseria mos dorzo, Jaheta, më të mirën ushqim me vete marr, marrë bazaj. Të shpërbëjmë ndërqit Albanol. Femra Kiet nga Angela Costa, është për historia e Shqipërisë deri më tash nga Romeo Gurakuti, Aristotel Petro, gjuhë shqipe shkruaj me alfabetin taj që besniqi me lene të qaj shqip, Agrën Shala, Petro Marko, Nandau, Greqia, regjimi shqiptar se gjaku i Mariotëve është shqiptar, Trannesh, Papajani, Balzaku, përfaqësues më i madh i realizmit në Europën Perëndimore, Verhysa Jeta Enzar, Prisa Gjergji, Enden, Poza Çob, si vetëm emër, Poza i Strefaj, Shqirtare të zemrës, Paqja letrare për Një korrigjim këtu, Brenda, Vera i Strefa ishte poezi. Shqirtare të zemrës, Vera i Strefaj, dhe Flatrat e shpresës. Lezima i Geraj në Paqen letrare për pra dhe Gjeli, dhe Gomari dhe Pronari, Qor, Besarta Shkoza, Gjëmbaci dhe Letë Rritësi. Këto ishin titujt e revistës Pena Art për Anton Qetë. Le të ecim më tej, pra shkojmë tek revista Pena Art 12 dhe atje kjo Atë Shqipën Gjeqovi. Atë Shqipën Gjeqovi, një prift katolik, fillim shekullit kaluar. Një njeri që aktivitetin e tij si prift e kishte të shtrirë në shumë zona të veriut shqip. Në zonën e Shkodrës e Dukagjinit, kapi shkolla dhe u bë mësues për nxënës të shkollave fillore. Por ai doi shumë për ratifikimit e kanunit, duke mbledh në zona të ndryshme të Shqipërisë, kryesisht në zonat e Merditës. Ai pra përgjigj nga forcat serbe.
Ulin në Janiv Lajik Drenit, Shërbeu në Laq, në Has, vepra dhe media, shkolla, dramaturgia, proza, përktime, arkeologjia, vetëja, e Azeut e vrasjes, me 14 tetor kujtojmë vrasjes dorë në fshatin të Thratit, e studentit e madh. Atë Shtefan Gjeqovin, në vitin 1929 në fshatin Zyp të Hapur. Pas Shtefan Gjeqovi, Franciska shqiptar kosovar, është një nga figurat viktimit mali shqiptarit për kontributit artiklet për krahasjen e tjerë të për shqiptarë si Peter Buti, Peter Bogdani, Xhan Kazazi, Shqipta, Anton Harapi, ka përkujton emrin e Gjeqovit, të fundit shqiptarëve që ka vrasë prej edhe dy klasë Gjermania tek kanuni e Kulagjin, edhe nga Thrati. Ai shkroi në të dyja gjithë kalla mite dhe zakonore mbi të gjitha atë që ka pasur kanuni e Kulagjin. Momentet e gjuhës së kulturës shqiptare për Universitetin e titullin doktor i shkencave Albert Vataj, etnograf, historiani, dhe arkeolog. Gjeqovi, etnolog dhe popullore. Gjithçuesja të vërtetat para dhe me gjera indikime ndryshimës, libra shpalosin jetën e nga shumë tensionet jetuarit të shoqërie, dalësh prej kafazit të errësirës, kur nuk bën vullneti ndryshimai ka formuar për dëmëri, rëma bazaj, ai la ala rrugën trasore, ja hoprahaj hartike dhe bërë që muziu, hamami i gazit Mehmet Pash, Enver Gjergjeku, do të mbesi Dalis Dami, të zëngu regulasit nuk ha ka fill që po losh gjitholla ka trazu shta lahuna të dheut në shaqit ma i laj e ma që i laj shkuja profesor Peksat Bali dhe tim të bregu për të temër razlika e ndër me jo pra nuk të për të polësia të do Behmi Kolbik Miraka një të e vrejnë til më të lagut në Angelako për i të traboj Petro Marko roman
janë shqiptarë, Radioja i fshehur të fshehtat, Alberena Hylleu janë në tonë, Përgega na të të Dërës pavësia i pres. Nëgjera i nuk qëtë me bukë, pak të elbrën. Rita Lari, sarta shkuna, Faleminderit zonja Prenda, faleminderit edhe për këtë prezantim të revistës numër 12. Dhe pa humbur kohën neve do të vazhdojmë pra me prezantimin e numrit të 13 të revistës Penaj Art. Numri 13, Aristid janë ndër akademikët më të mirë të Greqisë. Origjina e tij është arvanitase, se ka shumë e vëran, sepse ai ka shqipe duke të perëndive. Editoriali vjen numri 13 i revistës Penaj, por në Penaj që gjemon rrëmë të shqipe se frymëron gjeneratat e kaptetari me panimin më të largë. Ky është arti letrar që kanë lexuar të shumë largë para historive të të marrim artistikë të gjitha parametrat e shoqërisë tonë, aty ishte fjalën me promotat e e dua dominon dinamikë diapazoni e mendimit me angazhim të jashtëzakonshëm në pjesëmarrje e kontributit të denj në këtë bashkim tenash e domos. Këtë fjalë për figura ndërkombëtare, është figura e Aristotulës, Arvanita si që deri në vdekje nuk bëri hapas dhe jetën që ja kushtoi me originalitet saj. Me kuptuar se gjë ashtu si në rast konkret me akademi, obzetarin shpjartës dhe i legjend Aristoteles, pati makineri shtetërore për të kundërshtuar deri në 90 më. E kam vite të sjell këtë figurë me këtë figurë të tjera si të kujtuar, vlerësuar e nderuar, për vetë figurat e tilla në shen ndjenja e thellë respekti për këtë pjesë të shtuar të kurit që këtë kushtim vjen respekt ndaj vlerave që po shpirtarit të denj. Timi ynë tash nuk vazhdon shtigë labirinte të pafundme në shqipe. Programi ynë është pa gjatë ndaj shkëndijërsi për detyrën e madhe të përshtypjet të dritës që buron nga shtëpia. Vitet kaluan kemi në vit të 13 saj. Pikërisht një figurë albaneze e rezistencë, si që është Aristide, i qeshur dhe i dashur, ishte emigrant të Angri. Figurat e shoqatës arvanitese Marko Kari organizuan aktivitete politike personalitet arvanitase të Greqisë. Aristide ka bërë Arvanitas në nisi hartimin e fjalorit të Arvanitas, arrita përdonte. Aristide pasi të rënd e vdekje prurëse është shuar. Vdekje është veprimtaria, Arvanitas e grekëve, gjuha e perëndimit, Rata bashkimit të Arvanitas, fjalori Arvanitas, fjalori Ibrahim Palik, fjalori të hasur në kurtin e serbëve të Mëshërit, kënga e mercenarëve prejardhja grekë dhe vërteta, parim treti Marko Karit, prandaj program vjen si gjithmonë është i përmirë. Letërsia i bën të mendosh pastaj të flasësh. Pak dyshim nëse mendon dhe flet kur atëherë të veprosh është qartë se si të bëjmë letrare. Janë aty aksidentalisht të nësh sepse dëmton vetën dhe letërsinë pasi shembujt negativ i kemi parasysh të ndaj duhet marrë që të shërojmë. Esenca letrare nuk des, sepse përballën
Ajo tash se është ndarë në të kodat janë si për dhe mbushë të plot. Në këtë numër na vijnë poet, shkrimtarët seriozë, mes skenës të sjellin era për revistën Pena Art 13. Ali Kodrina, Jahobraha, Jesat me Majgiraj, asë të letëtarët që janë gjuhë e emër letëtarët si në Inkrashi Familor, Shta, Miljenit, Mehmet, Azem Shkër, Bogë, Matin Tama, dhe këtë kura meritorës, dhe meritorës, tamë në vëmendje. Tani, në mirë kosh dhe të tema, ka jasë një editoriale. Sigurisht, faleminderit, Zonja Brenda. Aristil Kolla ishte historian publicist dhe jurist. Ishte kryetari i Lidhjes së Arvanitasve. Aristil Kolla si dëshifroi gjën votave e arvanitën. Poezia e Ali Kodrinës, dhe epika, Jahobraha i Partisë të Botërisë së Artit, e sot me si Majgiraj Art Ideal Tajni për një thel të kristal. Azem shkreli para e letë. 4 glavetes, brenda si e bukura e fjallës. Parhitara, laborator italiane. Angela Costa, perandoria e Homë. Në palatin e Serveut, italianën të kujtuar gjyrit për në edit. Pava më shmare tajqë. Artamna, leja shqiptarëve shqiptarë, pratikë përëndore, në imprashë profesor doktor Begzat Baliu, trastan të regjistria momente kontare. Konstilian Nulli, një objekt Martin Caj, Erik Majtore, Jack, Rajta, Poja New York, shkolla dhe identitet kombëtar të shqiptarët në Amerikë. Historikë shkollës shqipe, shumat e Bostonit. Kemi gjusë shqipe si forme ruajtje artë shqiptarëve në është Karita, Majgerai, Ana, ajo ende dhe portën lere hapur, nga profesor asistent Dr. Hasan Bella. A e gjithë marrëveshja e pashtin stator të 1914-ës, brenda si të ende tek kryqi, e veritet heshtja, hartat isura, profesor Stefan Lekja, kuriozit dheut, shta, në ty mendoj. Melosh Gjergjina, mol e ndalueme, Mehmeti që të rritën lëtë i bardha, angëve pjetëtoni, jetave profetë Ilës Mejas, Delta, David Boseta vjetë, Brandi me Tahime, që të shkurti për krahët, Tajina Mota drite si të su, ta Kristina Lula pema e kitit, Anila Kodra, sepse ti tonë e rjejtë në otën e adhuroj, gjithmonë këndi për faqe letrare për Majgiraj, poezi fabul të pjekë, bën
mirë e gjej keq dhe papagall. Mimoza Hoxha Gafra, gjarë për demokracia. Dr. Saidia shpletoi dashurinë, Miranda Proti falson të frenësimi, dhe Besarta Shkodra, kryetarët dhe lekore. Martin Sia, kryetar. Faleminderit. Faleminderit. Kemi pra pas shpalosjes së revistës 13, pra kalojmë tek numri 14 i revistës Pena e Artë me kryedarin Dritor Agolli. Ndodh shpesh keq e dëshpëruar, dhe shpesh të heshtë është lansësh për sa fakti nga ka kjo botë. Dritor Agolli. Të vargje janë ngacmuar ndaj të bëjnë të mendojë shtellë, madje duhet të prish mendimet e diapazonit sepse veçse në këtë mënyrë arrin të kujturat e kështu mund të bëhesh favorit në sepse bota për lëvizje të një ndaj autorit përmes filozofisë ka çarhallet e njerëzimit. Qëllimi është që ne ta menaxhojmë kohën e burimit e saj në formën më të mirë. Kjo ndodh edhe me stafin e Benaar që janë shkalojtoa falendëruar si në palot e deshme, cilësinë dhe vlerat që mbartin, falendërim shkon me përbashkërinë e këtyre që ka me neutralitet, padyshim e jashtëzakonshme, misore letare, Gzemaigera shqiptare nga Prizreni, me banimin e autorit 130 librave, nga gjithë zhanret e stilit, dhe editori revistës Metafora dhe dashme rendite libres shkrimtarë shumë konvencional. Me përmasa ndërkombëtare bëhet promotor dijes e fjalës e përshëndetjes të saj. Pastaj recenzentet profesor Marsita Akoja, Almaida Janusaj dhe lektorë Drita Gjin, që vlerat e tyre veç të vijnë në rritje intelektuale të profesionalizmit. Që kështu, asnjëherë nuk e fshet dot krenarinë e respektit për ju. Zgjedhja e autorëve të 14 revista ndërkombëtare penale ka vijuar gjatë këtyre ditëve dhe me ka qenë të sjellë në vëmendjen e lexuesit nga figurat e drejta që lagjuan në letër shqiptare si është dhe në se merita sjellje mjaft interesante dhe të vlerat e personaliteteve të ndryshme që kanë padyshim për përndryshin e mendjeve kombëtare në kohërat më të errta të historisë. Poeti i madh i erave përmes të ndëshkuar dikë bisede shpirtërore për gratë që ai poet padyshim ka prekur majat e me fjalën e ai meriton respekt, sërish Pena Arta ka sjellë tema të bukura si Gzemaigera i tani unë lexoj tema e është në Kalas për të një të Tiranë, të poet, prozator, publicist dhe politikan shqiptar. Që nga viti 73 ai është për krijimtari, literaturë, referimet, disa nga poezia dashur tadi, Samenti, të tine variant, sanjet e dashuria të shqiptare, për fëmijë të rinj nga Gzemaigera, një histori librat për sakshta për histori të shohin botën e syve të fëmijëve, zgjedhja e temës të udhëtimit dhe frymëzim të imagjinatës, zgjedhja e personazheve do të identifikojë edhe lezues zatimet në libra në varësi të moshës së editore, gjuhë për shtatshmëri, rëndësia në natyrën e etikja, jashtë dhe zemra jetës, pamje do të ishte shëndet e plot as doktor
vajza që marri tuaja dhe për vete dhe të dvaliu, dhe ese, janë prani vezaj, prani barbe, jazë për dhe të fjallë, e variz dhe që Ismail Qemali shqiptari pa në kryet të brenda se tja Allakam, ishtes shurje, për barda, dhe të halika, dhe pa besi e fjallës në i gjerë, parqe, dhe të vikë agit pa shërit, të hirë testamentit, disa gjithë në palatit e Floriane, për se i vija dhe humë balat marimita kontare taj ati të shumë të di që kemi bërë që të di të shqojmë të zagu të të rëkëmbime Shakespeare poezia të morë ja orkides e saj këtja tër poezia gëtjaj tër mu tër vetmis tër dashuris tër jetës pra janë ese janë amalaj janë tër regu i shpirtit e ziflahu belaj të thanje nga Arthur Schopenhauer mrekullia e shtatë nga Britanit e poezi bilbitet të sharit lamnitari në i gjaj dalit e fabula për Saldora, Ariu dhe Mi Delpra e lëpë pat mira limoni e shumë e moza horda gas gjali lumë Pesarta shkata lumë Martina e se të ishë në temat e revizor për 4 shtuar dhe Faleminderit shumë, zënë Prenda. Faleminderit në këtë prezantim. Sigurisht se miqtë tanë që na ndjekin, ndoshta është një formë pak interesante kjo mënyra e prezantimit dhe mënyra e promovimit se po u bëjmë, por janë rrethana të asistoj dhe mendoj se po i bëhet një shpalosje shumë e detajuar e revistave që shikuesit dhe dëgjuesit tanë, por edhe miqtë cilët na kanë dërguar shkrimet e tyre dhe janë votuar aty kanë rastin që të njoftohen, të njihen me shkrimet, të njihen me përmbajtjet, të njihen me nivelin e revistës, sepse sigurisht neve synojmë që gjithmonë ta ruajmë nivelin e revistave, pra në nivel kryesisht letrar që lexohet, rilexohet dhe mund të lexohet edhe 10 vite, 20 vite mrapa, por mund të jetë edhe një arkiv shumë e mirë e studiuesve të cilët merren pastaj me studimin e shkrimeve ndryshme dhe sigurisht se është një ofertë e mirë për gjithë ata që kanë dëshirë dhe t'i promovojnë temat e tyre apo t'i botojnë temat e tyre në këtë revistë. Temat në çdo revistë janë të ndryshme dhe poezi ashtu një larmi poesish një gjeografi të gjërë do me thënë nga gjithë shtroj shqiptare Europa e deri në Amerikën e largët. Kjo ka qenë një përvojë shumë e mirë, të cilën
e kemi gjetë shumë më herët në revistën Metafora, cilën e editon Gzima Igera, unë e përsëris shumë shpesh për shkak se kjo për ne ka qenë herë, ka qenë udhëfyse, ka qenë ndihmë. Kemi ditë se ku shtetemi, e kemi punuar talibrave dhe avancimave, ne kemi punuar se kemi në rrugën e dur. Siç e tha dhe zoti Gzim, këto revista lexohen edhe pas 10 viteve për shkak të tematikave që kanë. Temat kanë rëndësi, janë të rëndësishme, pra nuk janë tema që lexohet sot dhe nesër pas nesër do të jetë e palexueshme, pasi pjesa më e madhe janë para një problematikat e thella që ka pas apo këtom. Janë edhe tema sugjeruese, si mund të bëhet më mirë nesër, gjithmonë në çdo epokë, sa do mirë që t'jetë, sa do luks që t'kemi, sa do të moderuar që t'jetë për sosmëria. Qofse ne vlerësoj që këto revista janë vërtet shumë vlerë, vërtet janë editore, por pas stafin e kësaj revistet, kjo revistë do t'i kishte këto vlera, sepse fillimet mia kanë filluar nga zero, e kanë arritur deri këtu, gjithmonë kemi vend për të përmirësuar, gjithmonë kemi nevojë për të mësuar diçka të re, për të bërë diçka më bukur, për të bërë diçka ndryshe. Po zoti Gzim? Po, faleminderit, zënë Prandë, ka shumë çka flitet edhe ndoshta edhe njerëzit në moment edhe nuk i kujtohen ato që duhet thënë për revistën. Siç e thatë ju, pra gjithçka është filluar nga zero, ne kemi pas edhe shembull të revistën si Motër, Metafora, pra që editohet pra në Kosovë, në Zvicër dhe gjeti ju thot për sot gjithandej tokave shqiptare, por kjo revistë ka qenë më se nevojshme që të botohet në Shqipëri, pra nga ju, si editore dhe një revistë letrare e tillë, pra që sjell një frymë të re të revistave që neve nuk besoj që mund të ketë pas përpara, mund të ketë pas në formën e gazetave, siç janë botuar, pra te çështja letrare. Dhe duhet të thënë faktin tjetër se editorja e kësaj reviste Zona e Brenda Seidia, pra e editon me mjetet e veta këtë revistë dhe kjo pra është ajo si ta quajmë qershia mbi tort, sepse kjo nuk i jep përgjegjësi askujt, por është e pavarur dhe kryesisht pra i qëndron vijës letrare në majat e saj, duke synuar gjithmonë në ngritje, gjithmonë në rritje, dhe ky vetë financim pra krijon një lloj komoditeti edhe për editoren, sepse nuk është e mvarur nga askush që të dirigjohet apo të komandohet, por në një farë forme të editoj atë që mendon këshilli, mendon ajo, vlerëson ajo se mund botohet dhe i sjell ato. Pra është një revistë kryesisht e pavarur, se ne jemi mësuar në Ballkan të për një mendim ndryshe ta hedhim tjetrin në drejtime të tjera edhe të politikës, gjë që në këto raste nuk hyn politika mos. Ka vend politika në këto revista, sepse politika është sektora e shkon nesër vinë të tjerë, ndërsa revista mbetet një arkiv siç i quajmë ne pra dokumentet e vjetra shqipe, dhe këto vlera do të mbeten që në të ardhmen edhe këto të mbeten dokumente të cilat kryesisht pra do t'i shfrytëzojnë edhe brezat. Dhe duke parë këtë përkushtim të zonës brenda, neve kemi filluar edhe ne mbështetjen pjesërisht me ato brenda mundësive tona që t'japim kontributin ton për revistën, dhe sigurisht se kjo ja ka arrit. Dhe mua më vjen mirë që tani më ka ecur tek numri 15 i saj dhe ka shtrirje në gjithë Shqipërinë, pra është një revistë që shtrihet në gjithë Shqipërinë, por gjithsesi edhe gjithë krijuesit shqiptar
kanë mundësi, kanë vend, kanë hapësirë, sepse ajo i boton pa hezituar të gjithë ata që ofrohen në bashkëpunim me revistën dhe editoren e saj. Sigurisht edhe ju do të thoni diçka brenda kësaj që unë kujtova, zonja Prenda, sepse njeriu gjithmonë duhet ngacmuar për të nxit bisedën dhe për të shpalosur edhe më tepër nga revista. Fakt shumë çka the, dhe vërtet falenderoj, ne thashë të më herët. Revista Metafora ka qenë ka qenë udhëheqëse, ka qenë motivuese, frymëzuese pse jo. Ka qenë në fillimet mia më ka shtyr ajo përreshtja që është diçka në bashkëpunim me tjerët është diçka e bukur. Të promovosh pena që nuk jetojnë është frymëzim për ne, por frymëzim edhe për fushat e reja, sepse ata që rast se ne nuk kemi ndërmend ndonjëherë jetojnë pena që nuk jetojnë dhe kanë kontribuar ashtu siç po kontribuojnë sot, është e drejtë që edhe ne mos na bëjmë kush në dekadat e ardhshme. Pra, gjithmonë është një lidhse mes penave, qoftë ato që sjetojnë, qoftë ne që jemi tashmë ca vite, apo penat e reja që po dalin në jetë. Ne kemi një shembull që një redaktor i atij unë recensent e këtyre kohëve të fundit, një vajzë e vogël 5-16 vjeçe që vjen me librin e parë poetik nga Prizreni, Albiona Ajgeraj, dhe ne kemi ndjek në shtitje jashtëzakonshme që penave tona jenë të shtohet rreshti. Në rast se nuk kemi më pas pena të reja, që realisht një fusha të reja po pak, edhe për këtë është një farë, po e them thojza alarmi, ne duhet bëhemi burim, të shtesim, stojmë, të angazhojmë shkrimtare poet, që të sjellin sa më shumë fusha të reja, për shkak se të rinovojmë letërsia, apo jo? Sigurisht se po. Pra duhet vazhdimsi ndër breza dhe kjo vazhdim nga brezat që ishit diçka të na thonit edhe për revistën apo them edhe unë dy fjalë. Miq të nderuar, siç e dini, zonja Prenda Sejdia tani më shkon diku mbi 30 e sa libra botime dhe 15 numra të revistës, pra afrohet 50 që dhe është një krijuese shumë dinamike, me shumë volum dhe me shumë potencial krijues, pra ka sjell shumë vlera dhe unë shpesh u bëj miqve thirrje që urdhnoni na bashkohuni rreth ta quajmë kësaj pune që po bëjmë për të pasuruar këto vlera, për të duke u dhënë mundësi të gjithëve, pra edhe krijuesve brenda hapësirave tona, qoftë në për revista, qoftë në promovime, po qoftë edhe në podcastin tonë, me të cilin po promovojmë sonte, pra. Jemi të hapur për të gjithë ju që na ndihni, për të gjithë ju që krijoni dhe mirë se vini. Unë do të shtoj edhe këtu rreth kësaj pike, pra nuk do e mbajmë sekret, sepse për pak ditë sekreti do të zbulohet dhe zonja Prenda Sejdia në këto ditë pret daljen nga botimi të 4 librave të saj, dhe kjo është një risi, pra edhe për lexuesit e saj, ndjekësit e saj që ndjekin dhe lexojnë, dhe kjo është edhe një sukses për ta që neve urojmë shumë, pra është një sukses shumë i madh, sepse të dalin 4 libra një herësh, domethënë është një tepër sukses i madh, pra dhe shumë shpejt, brenda pak ditëve, me që atove që janë në shtyp ose mund të jenë shtypur, pra dhe brenda 2-3 ditëve mund të njoftohemi nga editori se janë shtypur dhe kanë dalur nga shtypi. Në këtë rast
Pra dua të falenderoj shkronjën të rregull timen të them, sepse unë kam botuar mbi 80% e librave në një të shtypshkron, pra zotin Artan Krasniqi dhe Sevendajus në Prizren, i cili është një botues i rregullt dhe ai shpesh edhe brenda fondeve qeveritare të Ministrisë Kulturës Kosovës neve na kanë mbështetur dhe kanë nxjerrë edhe donacione dhe në këtë rast neve kemi nxjerrur bashkë me zonën Prenda diku 10 libra brenda këtij viti, pra në gusht të këtij viti dhe produkti pra është edhe revistat që po vinë. Por neve shumë shpejt pra do i kemi edhe 4 libra në dorë dhe ndoshta do të kemi edhe një promovim në Tiranë për cilën do të na flet pak më Sonja Prenda. Faleminderit, unë pak nuk isha ta fikje për që të okej. Jam gjithmonë falenderuese për shtypjen që ke qenë ndaj meje në gjithë krijimtarinë që nga libri im i parë, pasi edhe në librin tim të parë 33 kam të botuar tashmë pa 4-shën që e kthej po të dalë së shpejti, pasi janë në shtëpi botuese dhe ke qenë një frymëzim, një shtys dhe vërtet po të mos kishe qenë një profesor, ndoshta nuk do kisha shfrytzuar gjithë energjinë, ndoshta mund kisha bërë diçka tjetër, ndoshta më të pavlefshme. Në gjithë këtë botë krijuesish, në një gamë të madhe informacion, shpesh dëgjoj ditet se ka kot është me shkru bre. Hajde se sot ka gjithçfarë informacioni e nuk është e nevojshme të harxojmë kohë me kriju, shpenzojmë me i hedh në letër, domethënë eda bajate që të demotivon në disa momente kur i dëgjon tilla biseda, sepse mendimin tim janë njerëz që duan vetëm çfarë ka sot, jo çfarë mund të nesër. Ne duhet të kuptojmë një gjë, që ne jemi e gjithë bota është në kulmin e zhvillimit teknologjik. Tashmë se sa jemi të avancuar ne në se çfarë kemi përfituar, çfarë përfitojmë, si do të jetë bota nesër, kemi tamam të vetëdijshëm. Por them nuk kemi të vetëdijshëm sepse po e lëm në mshirën e teknologjisë. Absolutisht. Ne të lexojmë sa më shumë, të punojmë fort, të hedhim ato në letra, të dokumentojmë, të gjenden në librari të ndryshme, biblioteka absolutisht po, sepse si dihet ndryshimeve. Jemi në një botë sa të bukur aq edhe të vështirë. Nuk e di nëse e kuptojmë se çfarë po ndodh me këto zhvillimet e reja, me sa është dëshira botërore që njerëzia të jenë të vetëdijshëm se çfarë po ndodh apo të jenë të zhvilluar. Unë do të them vetëm një fjali shkurt. Falni që dua të dal vetëm për 2 minuta do dal nga te. Por gjithmonë që ka një lidhshmëri shumë sa ato që duket se nuk është e ngjashme njëra me tjetrën. Letërsia është pjesë e shëndetshme e arsimit. Prandaj duhet të kaloj pak tek arsimi. Dihet se zonat malore fuqia e teknologjisë është shumë e vështirë. Po të shikosh në fshatrat ndryshme, shkollat janë të kenë teknologji. Atëherë, në qytete, vërtet ndryshon ajo fuqia, sepse ne shkojnë që 3 vjeç në kësht, mësojnë të mbledhen e të zbresin, pra mbledhje matematikore flas, mësojnë shkronjat, mësojnë rrokjet, shkruajnë fjalë, në klasë të parë se shoh që në klasën e parë
janë gjendje një pjesë e mirë të shkruajnë fjali. Gjithë cilën, me gjysmën tjetër të Shqipërisë që jetojnë në fshatra, që mos aftësitë e afrimit teknologjisë, ata nxënës janë ashtë prapambetur për mendim. Atëherë, që ne duhet të shkruajmë, të arkivojmë, edhe njerëzit i lexojnë në një moment kur pasin mendjes apo të zgjerin. Ndoshta e kam gabim, por është tani për tani. Faleminderit zënë Prendas. Sigurisht edhe unë do t'i them dy fjalë këtu, ne nuk duhet të bazohemi për shembull se sot teknologjia është dhe arkiva jonë të jenë providerët apo ta quajmë për shembull mund të jetë Google apo ndonjë institucion tjetër që na i ruajnë arkivat tona, por arkiva më mirë pra është libri. Dhe këtu duhet të lidhemi gjithmonë. Leximin e letrës është diçka tjetër, dhe ajo që e mëson dhe e ke në kokë është e jotja. Ndërsa gjithçka tjetër që është përtej teje, përtej duarve tua, nuk është e jotja. Dhe kësaj ne duhet ta akceptojmë dhe ta kuptojmë mënyrën dhe qasjen ndaj librit. Pra të mos mashtrohemi, sepse mashtrojmë vetveten në këtë rast, duke thënë se jo ne gjithçka mund të mësojmë nga interneti, por qasja ndaj librit duhet të jetë gjithmonë më e denjë dhe më dominante tek njeriu. Dhe pikërisht pra aty duhet të lidhemi tek libri dhe të pushimi vetë nga mësimin, nga leximi dhe kemi ato në kokat tona, jo ti kemi diku tjetër përtej nesh. Tu e shoh unë qasjen për shembull dhe këto mendime që dalin rreth librit. Her pas here ne kemi vlerësuar penat e albanologëve të huaj të cilët kanë shkruar mbi traditën e kulturës. Mirë po në qoftë se ne shkruajmë sot, do lexohet edhe sot dhe nuk do të kishim nevojë në mshirën e penave të huaja, por të në mshirën asaj që ne sot kemi dorë. Ato që din e vlerëson sot si vlerë, ta hedhësh në një libër dhe ta dokumentosh si lloj mendimi. Unë do e ilustroj. Do ilustroj me një shembull të vockël. Këtu në vitin 2000 dhe 2001 këtej, pra unë vi nga Vrini i Prizrenit, që di të gjithë ata që na shikojnë në këtë emision, dhe kemi pas shumë tradita tradicionale, qoftë pagane, qoftë të tjera të etnisë sonë, por që duke ardhur këto zhvillime pas çlirimit të Kosovës dhe duke hyrë rryma të reja të ndikimeve edhe të jashtme, pra me të gjitha ato pozitivet dhe negativet, filloi një qasje e re ndaj etnisë, pra filloi një ignorancë ndaj traditës, kulturës, ndaj humbjes së vlerave kulturore etj. Dhe kësaj ju qasa librave të etnosit kulturor, sepse e dija se brenda 10 viteve shumë çka do të zhdukej. Dhe nuk do të vinte më një njeri që ato t'i gjente, t'i mbledhte, t'i arkivonte dhe t'i dokumentonte. Nga ky shembull, pra u detyrova që të shkruaj 21 libra për etninë kulturore të zonës së Vrinit. Ishte qëllimi, jo qëllimi të sillja libra, por të sillja arkiv për brezat e së ardhmes që ato të ngelen, pra të ngelen të shkruara diku. Pra është edhe pikërisht pra kjo arsyeja pse libri jeton dhe mbjeton. Sepse libri i ruan, ne po shohim vetë, menzi presim ta gjejmë një dokument të diku 500 viteve më herët, që të shkruhet diçka për to. Por sikur këto shkrimet tona lexohen 500 vite më vonë, çfarë do të kishte? Pra këtu ka plotni tash edhe secili do të kishte mundësi pra me hyrë studimi të 500 viteve tona, pra më vonë. Pra janë këto rëndësia dhe pesha
që mbartë libri, që mbartë kujtesën, ruan kujtesën, ruan gjithçka që sjellim ne sot për brezat e të ardhmes, sepse ky modernizëm siç ka ecë në këtë trend, pra në të 3 dekadat e fundit, veç jemi në dekadën e tretë, pas vitit 2000, pra po shkon shumë çka, domethënë duke u zhdukur, duke u ndryshuar dhe duke u harruar. Pra jemi në një lloj tranzicioni kulturor që është nganjëherë është edhe për të ardhur keq, sepse po shkilen edhe shumë vlera nga etnia dhe po merren ato frymat e reja të popujve tjerë që ndoshta edhe nuk na pëlqejnë. Pra unë jam vetë në Perëndim dhe ato çfarë janë të mira nga vlerat e kulturës europiane i marrim, por ato që nuk janë të vlefshme i vlerësojmë dhe nuk i marrim ato. Pra pikërisht është ky problemi edhe tek ne, atje që ti ruajmë ato, ti identifikojmë dhe ti arkivojmë. Faleminderit. Të marrë dhe një revistë tjetër. Po. Të flasim fjalë për të, sepse është 15 dhe me qenë se këtë ke 15 revista. Gjithsesi. Ndoshta edhe me qenë se patjetër që mos ta harrojmë pra revistën. Gjithë këto reviste mund të bëjmë ta brenda ai. Falni vetëm një minutë. Po. Revista 15. Gati. Revista 15, në fakt e kemi bërë njoftim më herët. Është për një figurë historiani, cili gjatë viteve të fundit ka punuar kaq shumë për kulturën dhe traditën tonë shqiptare, duke promovuar dhe ndërkombëtarisht veshjet populore, sidomos të Shqipërisë së Veriut, siç është gjuheta, të cilën me shumë përkushtim arriti ta çojë në UNESCO. Është revista për Jaho Brahën. Faleminderit zonja Prenda, ne përshëndesim mikun ton Jaho Brahaj, sepse me qenë se doli ai instinktivisht se vi doli në pas që ne do bëjmë promovim, absolutisht do të dedikohet sa shumë mirë edhe në promovim revistave tona, zotim, që ne kemi krijuar në datën 7 mars, për datën 7 mars, të cilën i kushtohet kurës së ndritur të grua, se çdo grua meriton personet, për shkak se është pjesë e shëndetshme e kësaj shoqërie, ndikojnë në forcimin e marrëdhënieve familjare, shoqërore, kulturore, shtetërore, pagruan çdo jetë. Gjithashtu zoti Gzim tjetër revistë, besoj që në revistën antologjike kemi për 7 marsin, ne kemi pasur në 115 vjetorit të drejtave të grave, me 115 autore. Gjithashtu dhe zoti Gzim, një revistë për një figurë të ndritur tjetërsisë shqiptare, por dhe një akademik shkëlqyer siç është Recep Çoja. Zoti Gzim, ndoshta u zgjata pak. Jo, me shumë mersi. Minutazhi është u zgjata pak për arsye, unë do ta shpjegoj pak më shumë. Do shpjegoj pak më shumë për Recep Çojen dhe kam lexuar. Faleminderit shumë. Kam lexuar pjesë për Recep Çojen, shpesh më kujtuar që to
thoshe Recep Qosja është babai i letërsisë. Unë ashtu e qmoj sepse ai i ka dhënë shumë teorisë e letërsisë, pra universiteteve dhe gjithë ajo që mësohet në për shkolla për letërsinë shqiptare, gati themelet i ka te ai, sidomos tek ne në Kosovë, pra. Dhe unë e qmoj tej mase, po gjithsesi. Prandaj, po, faleminderit. Prandaj edhe e kam botuar këtë herë tek metafora, figurën e tij të këtë. Fuqia e fjalës, lëshmëria intelektuale dhe roli i artit literar si një forcë transformuese, si majera i shkrimtar. Ka farz me shpirtit e nxori fjalën e për të vdiq në logën e vargjeve. Fakt këto vargje janë që më pëlqejnë shumë, keni temuar kaq bukur te kjo revistë. Fuqia dhe sakrificat e fjalës. Filozofia paraqit fjalën jo thjesht si një mjet komunikimi, por si një entitet gati metafizik. Ajo lind nga farz me shpirtit, që nënkupton se është produkt i thellë i ndjenjave dhe vendimeve më pastra të njerëzit. Fjala është aq e rëndësishme sa për të vdiq në logën e vargjeve. Një metaforë e fortë për sakrificën supreme në emër të letrar dhe të vërtetës që ajo mbart, kjo sugjeron që fjala e vërtetë në shpirt, pa forcën e saj, shpesh duke kërkuar përkushtim total. Lumë kush lidhet për fjale se fjala besë. Kjo frazë thekson besnikun dhe integritetin që fjala mbart. Në njohja dhe teksti promovon një ide të rëndësishme filozofike, ndërime gjenive sa janë gjallë. Kjo sfidon nocionin tradicional që vlerat e vërteta njihen vetëm pas vdekjes, ndërimi figurave si Recep Qosja i cili dedikoi jetën gjuhës dhe letërsisë nuk është thjesht një akt formal. Është një vlerësim i sakrificave dhe kontributeve të tyre në kohën. Ata ende janë të artifakture, kjo thekson se një shoqëri e shëndetshme duhet respektojë e nderojë intelektualët dhe artistët e saj, duke i parë ata si shëmbulltura më të denja për letërsia si dritë dhe pasuri shpirtërore, arti letrar për si dhe emocionesh që rrjedh nga mendimet e theksuara. Kjo jep letërsisë një rol që shkon përtej estetikës, ajo është një burim pozitiviteti i ardhmërie. Në një sens filozofik, letërsia nuk është një nevojë thelbësore për të ushqyer botën shpirtërore. Ajo vepron si pasqyrë real për vetën dhe shoqërinë, duke na dhënë mundësi të shohim jetë ekzistencës shpirtërore siç përshkruhet në rastin e sot. Një mbyllje filozofike. Tekstin e përmbyllim me shprehje të Albert. Askush nuk thon se dikush shpenzon energji shumë të madhe vetëm për të qenë normal. Kjo frazë është një pasqyrim i thellë i dy elementeve kryesore të filozofisë së tekstit. Puna e brendshme dhe e padukshme. Shkrimtarët dhe artistët shpenzojnë energji jashtëzakonshme për të krijuar diçka që është e natyrshme, normale, rrjedhshme për lexues. Është një vlerësim mbi mundin dhe vuajtjen e fshehur nga genialiteti. Dera e të qenit vetvetja në thelb, qenit normal, nuk është thjesht të shmbushur me shoqëri, por të jesh në të vërtetë vetvetja. Të ndjekësh misionin tënd artistik, edhe nëse kjo kërkon një luftë brendshme të vazhdueshme. Në fund të fundit, editorial e për fuqinë e fjalës shkruar, për detyrën tonë të nderuar ata që i përdorin atë me të vërtetë dhe për rolin thelbësor të letërsisë në pasurimin e fjalës njerëzore. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit që sollët edhe metaforën, megjithëse ne nuk kemi plan sonte të tillni metaforën, por me që janë në fakt faleminderit. Pasi përmendë që mund të bëjmë një promovim dhe unë isha e ndjeva si obligim. Faleminderit. Recep Qosja është një biografike vepra historiko-letrare, veprat për granjuaj, vdekja më vjen prej syve të tillë. Prapë profesor Qosja prej gjuhëve të huaja dhe shqipe, shkrimet huaja, shkrimet në persishte dhe në turqishte, shkrimet në greqisht, shkrimet në shqip, se mund të thuhet kështu,
Profesor Recep Qosja, identiteti kombëtar dhe gjuha standarde. Identiteti dhe gjuha standarde. Profesor Idriza Jeki, profesor Abdulaziz Kostallari, vitezën e Recep Qosjes, Azdreni Jeta dhe kretaria letrare, paraqitja disertacion për gradën shkencore të shkencave logjike. Pra këto janë temat të cilat gjenden brenda kësaj reviste. Recep Qosja, paragjykimet e kushtet të reja. Markoheshin martës e institucioneve shkencore të Recep Qosja nuk e pranon kategorinë e progresit në letërsi. Komisioni themelues të shoqatës të shkencave dhe arteve të krahinës socialiste autonome të Kosovës Prishtinë. Pra, në këtë revistë, vërtet editori Gjeraj i ka kushtuar një rëndësi shumë të veçantë me një numër të konsiderueshëm faqesh, dietar i madh për çështje themelore, shumica e interesimeve, shkrimi i fjalëve, çështje themelore shqipe, gjerësia dhe gjuha letrare, çështja kombëtare e veprës dashurie dhe shtatfjalë. Recep Qosja. Profesor Dr. Agita, kontributi Recep Qosjes në letërsinë dhe kulturën shqiptare. Profesor Dr. Shefi Islamaj, Gjërimi postmodern i Recep Qosjes. Romani Nata është dita jonë dhe romani modern. Narracioni dhe ligjërimi. Shkrimtarët dhe identitetit i romanit, profesor Dr. Bekzat Baliu, Recep Qosja, sinteza e madhe e realizimit kombëtare. Profesor Myrvete Dresha i Baliu, reflektion një tekst letrar të profesor Recep Qosjes, Planeti. Kritik, fiksioni Recep Qosjes, trajtimi i romanin Vdekja më vjen prej syve të tillë, Ag Apolloni. Pedri Halimi, mesazhe për çdo. Sensidia recepcion, majti poetik, Haxhi Ajdeli Shpi, një veshtë metaforik. Shqipëroi Gzima Gjeraj, blog për Ballkanin është përkthim. Po, është një përkthim i një dokumenti që gjendet në Bibliotekën e Venecias, një dokument i vjetër shqiptar. Shqiptari nga Kosova Recep Qosja për çmimin Nobel. Kjo është dhe metafora 30 e metafora 40. Gzima Gjeraj. Pastaj sigurisht se vijnë numrat e tjerë që do i promovojmë hera tjera, por kjo kryesisht është dedikuar profesor doktor Recep Qosjes, akademikut tonë të çmuar. Tashmë po jap edhe me qenë se ne këto bëjmë edhe promovim në Tiranë. Po sjell edhe temat që janë në revistë. Po e lexoj editorialin, por revistën Jaho Brahaj, Gjuha e Shpendëve. Jaho Brahaj, Riti i Bekimës. Shqiponia është emblem kombëtare shqiptare që nga koha e ilirëve. Kulti i Shpendit, dëshmi e vazhdimësisë të pantërprerë shqiptarëve në Ballkan. Nëna e madhe e ruajtur në formën e kryqit. Shqiponia dykrenare në objektin e kultit kristian. Gzima Gjeraj, ndikimi i librit në pushimin e botës, arti i paraprinjetës. Shpalosi jetën nga shumë dimensionet e jetuarit në shoqëri, pra libri si kur ajo për njerëzimin, të dalësh prej kafazit të ëndrrës. Mendi krijuese dhe suksesi për Gzima Gjeraj. Ekrem Çabej, shkencëtari nacionalist shqiptar, shkruar nga Bekzat Baliu.
Profesor Dr. Shpresa Fundo Gjergji, Letërsia Artistike për Fundin në Shqipërinë e sotme, një pasqyrë pas viteve 90 që duhet të reflektuar, rëndësia stilistika dhe estetika në poezi. Rëndësia për në të ndjerë, Merita Lari që libra Gjublet, Shpresa Gashi Zurnaci, askush blogger në shëron, dhe në prendje në rrugën e shpresës. Miqërimi i ditur ndezur në shkallin perëndimor, Gazet Politika. Almagila i shkollë që e Bregdetit, Fatmira Limani, Mendja Pandër Gjegje Zemër Pandërort, Tateka Heronjë që pak ndërsohen, Luisa Gjolla në shkallin në Përnord, Në Papajani kushtohet jeta, Papa Muçallari Jarum e vjen nga larg, Merhysa Krijimtaria, Jahefita Ndjarë Dashni e përbeluar, Zyra Ahmetaj Anna Maria. Do zgjetja eja të jetim nga kjo planete, Martin Shamaj Rëmja është larg, Ernest Polici Lamtur. Një jetë për paqe pajtim, Tër Gjoka. Gjillari, Dr. Olsa Pema, Universiteti Panoliko, Triptik Bash Familja Rosmati Rukërit Vokushve, Rëndësidia, Mërgjushi Shtamba Aziz dhe Pretilman, Regzima Geraj, Arrof në Universitetin Gjedhjet, Karta Shkolla 500 e kanon. Të ishë në temat në revistën dhe ne ta promovojmë në të vjetori në shtetin e Shqipërisë Tiranë. Faleminderit zënë Prenda. Besoj se ka ardhur koha që të shkojmë drejt të fundit, por vetëm dy fjalë të shërbejnë revistat. Revista rahastuar me në antologjive është shumë e vogël. Dhe ne duhet të vlerësojmë revistat. Vërtet antologjitë e bëjnë e tyre, pasi në atë sofër bledh poet shumë nga parku. Secili poet që gjen veten në një antologji është normale ta ndjej kënaqësinë ashtu siç e ndjejmë edhe ne, kur shpesh miqtan na përfshin në antologjitë e tyre me një poezi apo dy, pare se edhe nga kushtet cilët kanë. Por pse ne kemi preferuar revista? Ti kemi preferuar për arsyen e thjeshtë, se të jepet mundësia për të botuar jo vetëm poezi, tregime, ese, recensione, për të sjellë kurat ndryshme ashtu siç i kemi sjellë, për të folur për heronj, për të folur për luftra, për humbje apo fitore, për pena që nuk jetojnë, për penat e reja që sapo dalin në fondin e letërsisë. Dhe kjo e gjitha krijon një larmi frymëzim, madje mendoj që revista bëhet prem për çdo kriju. Duhet të plotësoj këtu pse jo edhe tema të diplome apo doktorantët dhe masterin, pra sigurisht se ne sjellim edhe tema të ndryshme studimore pra në këtë. Do të gzem në këtë larmi. Një zhanri keni një eksperiencë të gjatë, ju madje keni përpara se metaforën që kam 20 vite tashmë që 25 vite që editoni, ju keni edituar edhe një revistë tjetër që është revista Vrini. Brenda faqeve të saj ka shumë nga lustrat e Vrinit,
qoftë nga territoret e saj, temat të pra, eksperjenca e huaj ka qenë shumë e madhe, ka qenë breslënse dhe është frymëzuese edhe për njerëz. Nga ato që unë tash mungu të pa thënë është mirë të nxjerrësh në fakt në këtë podcast sepse besoj që i shërben çdo shkrimtari ose çdo krijues. Ndoshta me kohën, koha do t'i bie që ne t'i shpalosim edhe ato. Unë kam nxjerrë edhe Vrrinin në 5 numra, por se në volum më të madh, pra me flet më shumë. Jam përpjekur që ato çfarë kanë ndodhur në Vrrin t'i argumentoj dhe t'i vendos në një atë revistë, pra që herë mas here ose në formë sporadike e kam nxjerrë. Megjithatë, revista Vrrini mbetet një arkiv shumë e çmuar, e cila me kohën ndoshta do të na shërbej shumë edhe të ardhmes, po edhe neve sigurisht, pra për t'i shpalosur, për ndoshta edhe shpesh se unë kam shumë miq edhe historianë të cilët herë mas here edhe më shkruajnë dhe kërkojnë materiale nga zona, sepse ne kemi qenë një zonë e luftës atje gjatë luftës në Kosovë. Pra dhe sigurisht aty janë edhe dokumente që shërbehen, pra që shërben historianët dhe njerëz të tjerë të vullnetit të mirë që duan t'i shërbejnë pra historisë më të re të Kosovës. Dhe pikërisht për këtë qëllim është bërë revista Vrrini atë kohë, pra që t'jenë aty, të gjenden aty dhe në formë më të lehtë të shërbejnë edhe të tjerët. Kjo ka qenë edhe misioni i saj, po megjithatë revista, edhe pse ka një pauzë që e kam pushuar, ndoshta në ndonjë kohë të ardhme unë sërish do të rivazhdoj me editimin e numrave të saj, pse jo të shkojmë edhe revistat paralel me metaforën dhe Vrrinin. Zoti Gzim, mund të flasim dy fjali pranë ka të shkurtra, sepse themi pak në retrospektivë aty në datën 3 dhjetor, kur ka botërore e personave me aftësi. Në fakt, jo që nuk e kishim paramenduar unë dhe Zoti Gzim për një podcast për të bashkëbiseduar, për mesazhe, për ngjarje të ndryshme që lidhen me këtë datë, por ne vërtet kemi qenë pa mundur. Unë po e citoj për shkak se dikush nga miqet tona më ka shkruar shumë atë ditë, do keni sot të dhon gjëra rastin ta përshëndes sepse e shoh që po na ndjek. Jam shumë falënderuese vërtet për besimin që kanë tek ne, edhe dëshira që kanë për të qenë bashkë me ta. Ne e them publikisht që s'kemi pas mundësi për të qenë atë natë në podcast, por nuk do ta lëm të harres, nuk është vonë për të kuptuar, nuk është kuptuar ndaj këtyre njerëzve, nuk kemi pranë këtyre njerëzve nuk kemi vetëm një. Duhet jemi gjithmonë. Zëri do ngrihet për institucione shtetërore, apo projektet private në rastet veçanta mund të gjenden pranë kësaj shtrese njerëzish që sa nga ta janë në nevojë, por mesazh të shkurtër i drejtohem të gjithë kontingjenti njerëzish që janë me aftësi ndryshe, që shëndet, paqe mbarësi, paqe jetën e gjatë, këshit të bardha e bukura. Faleminderit, urimi të bashkohemi edhe nesër. Në prendas, si tash më është koha të shkojmë drejt fundit të emisionit dhe do isha lutur që të shikojmë mesazhet dhe komentet që ne i kanë dërguar edhe miqt për të mos u ngelur borxh edhe aty. Përzemërsisht faleminderit gjithë miqve, mikeshave nga katër anët e Shqipërisë, por jo vetëm, pasi ka nga ata që na ndjekin nga troje të ndryshme. Jemi vërtet falënderues për çdo pëlqim, për çdo koment, por pa kërkojmë ndonjëherë dhe sugjerime, sepse është e nevojshme, duam sugjerime edhe nga ju.
urime për emisionin thot Zyra Ahmetaj. Faleminderit Mike, faleminderit që jeni me ne, vërtet të vlerësojmë dhe jeni. Afrodita Qira Iselishta, urime dhe suksese gjithashtu dhe për ju. Manushache Ismaila, një njoftim që shndërrohet në ftesë poetike për të ndjerë dhe pritur frym në krimtarisë për revista figura dhe shqipe bashkohen një të bukur për shpirtin dhe identitetin tonë. Urime respekt. Falënderim me mirënjohje për ju, manushache që jeni gjithmonë me ne, e kushtoni kohën dhe vëmendjen radiostilave. Jemi mirë se radiostilat dhe gjithë krijuesit për shkak të vlerave që mbartë. Hasier Ramadani, nga Prendasitia e Gzimajgeraj, që bëni gjithçka për informimin adetarëve tanë, kudo që janë, për shqiptare, personalitetet që kontribuan në lëvizjen e çështjes kombëtare, respekt për radios dhe veriu. Zonja Hasier, unë të falenderoj sigurisht ashtu edhe zotim, pasi për ju dojmë respekt për shkak të atyre vlerave që keni ju profesoresh, por edhe motra një heroj, po e themi, për cilin kalon gjuna letërsinë shqiptare dhe me gjërë. Lezi Plakubelaj, urime me Prendasedia, të falenderoj me zemër Mike, Agetina Qehajaj, urime për ju suksese mbarësi, shëndesim fort, për thot, falenderit vërtet, dhe Hoxha Agasta, suksesi të gjithë ju miqës, gjithashtu edhe vërtet jemi shkëlqyer në tema i shurete, urime se misionet tuaj, të falenderojmë e shëndet e suksese dhe për ju. Besnik Hytaj, urime dhe sukseset, falenderojmë me zemër. Urime shumë suksese Mike nderuar zonja Prendasedia dhe Gzimajgera, respekt e me Ahmeti. Për cilin për ju, gjithë të mirat Mike poete, për si të shkodre i knashti që ju dëgjojmë, ju falenderojmë me zemër. Lavdje Hoxha, urime suksese pa konë. Urime shëndet e mbarësi për një qetë dhe falenderim shpirti që ju vërtet jeni gjithmonë me ne. Ajo që përshqetëson, po e them në thojza tani, por vërtet se nuk dalin, se nuk e hap dot të lecuar emrat e atyre që kanë pëlqyer në njoftimin ton, sepse do doja se cilit ja lexoja emrin e ta falenderoj për kohën që i ka kushtuar emision, për ta dëgjuar, për të komentuar, për ta pëlqyer, sepse për ne mbi gjitha jeni vlerë. Faleminderit zonë Prenda, do i falos edhe unë disa komente. Nëse mundesh do të gzim për tjera, sepse nuk e di. Kemi një urim nga Ymri e Beqiri, pra urime suksese në këtë frymë poetike. Kemi Eli Elizen, është kënaqësi t'ju ndjekim në emisionin tuaj kaq të bukur, miq shkrimtar të nderuar Prendasedia të Gzimajgeraj. Pastaj kemi zonin Mimoza Hoxha Agastra, gjithmonë informativ dhe të larmishëm me emisioni juaj, jeni kthyer në 2 ikona arti promovues. Faleminderit. Fatmira Limani, urime suksese, respekt jush për emisionin e bukur që drejtojnë miqësinë dhe të tjerëve që ju ndjekin. Ora Shkoza, mirëmbrëma për ju drejtues të Radios Sibila të Verit, urime emisionin. Hasier Ramadani, ju lumt të dyve, udhëheqësve zonës Prendasedia dhe Gzimajgeraj, suksese. Nduhet Tetaj, suksese. Shpresa Zornaçi, përgëzime, suksese, respekt. Prena Prendi, urime për ju prof Gzimajgeraj dhe zonën Prendasedia, uroj për ju gjithë krijuesit. Hasier Ramadani, një punë e madhe bëni ju zonë Prenda dhe zoti respekt. Faleminderit edhe ne i përshëndesim gjithë miq që na kanë shkruar, ndoshta do mbetim i borë sepse emisioni është i shpërndar në për shumë faqe, si metaforës, në faqen time të zonë Prenda, pastaj në faqen e Sibilave të Veriut, dhe kësaj pra është e pamundur që brenda kësaj kohe të drejtojmë emisionin, të vazhdojmë të prezantojmë emisionin dhe të ndjekim pra të gjithë faqet në vend. Në Prenda, isha lutë që gradualisht të shkojmë drejt fundit të emisionit. Faleminderit për ikën, për kohën, për punën që bën.
promovimet për promovimet që u bën letrarëve të vjetër qoftë qoftë ata që nuk jetojnë, sepse me këtë veprimtari që ndër dekada për edhe të tjerë janë ndër ta jam edhe unë, jo e vetmja, por janë ndër ata, të jam vërtet falenderuese për gjithë shka që bën për ne, për letërsi, sepse letërsia i dedikohet kohës, dhe vërtet shumë faleminderit. Të nderuar miq, shok, dashamirë të radios të që jeni, faleminderit që ishit me ne sonte, faleminderit për komentet e bukura, gjithmonë presim këshilla, vërejtje, sugjerime, sepse për ne do ishin një rrëfim për të ardhmen. Ju uroj një natë qetë, javë të parë, ashtë suksesshme. Takoshim herën tjetër. Natën e mirë miq të Radios Sibilave të Veriut dhe të podcastit tonë. Një mbrëmje të bukur deri në emisionin e ardhshëm.